Prokuroria themelore e Tetovës njoftoi se vdekja e 25 vjeçares DS nga Kosova nuk ka elemente të veprës penale. Megjithatë, organi hetimor bën të ditur se po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e rastit dhe arsyet që e shtyn në 25 vjeçaren të jep fund jetës. Prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Tetov dje ka kryer ekspertizë në vendin ku është gjetur trupi i Pajeti, një grua e të re, si dhe në banesën me qira ku ajo kishte qëndruar. Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet e vdekjes, me kontrolle dhe ekspertizat e detajuara në vendngjarje, ndonse të dhënat fillestare dhe gjurmet në terren nuk tregojnë se bëhet fjalë për vdekje si pasojë e një vepre penale. Por edhe përkundër faktit se nuk janë konstatuar elemente të veprës penale, nga prokurori kujdestar është urdhëruar obduksioni i trupit të Pajet të vajzës, 25 vjeçaria DS, ishte nga Jakova, ndërsa në Tetov po ndiqte vitin e 4 të studimeve. Sipas burimeve të televizionit Alsat brenda sektorit të punëve të brendshme të Tetovës, e ndjera edhe më parë kishte tentuar disa herë të jepte fund të jetës, ndërsa dyshohet të ketë konsumuar edhe sedativ, gjë që është konstatuar edhe gjatë ekspertizës në vendin e ngjarjes. Për rastin në fjalë, mbrëm ka reaguar edhe ambasada e Kosovës në vendin tonë. Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup është njoftuar para pak orësh nga Policia Rajonale e Tetovës se sot rreth orës 18 në një lagje të këtij qyteti është gjetur pa shenja jete një shtetase e Republikës së Kosovës. Ambasada ka vendosur menjëherë kontakte me autoritetet relevante policore dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e rastit. Trupi i Pajeti, 25 vjeçares DS, është gjetur mbrëmë në parkingun e një banese afër tregut të Gjelbërt në Tetov, ndërsa dyshohet se ajo është hedhur nga pallati ku ka banuar.